tap. Nashta stresin mujnë me hek edhe të ngunojzin. Edhe ajo, po pra, edhe ajo është një farë knatësie, hek, dikush edhe ashtu e largon, dikush kthehet edhe në alkool, ajo është e keqe, sepse alkooli krijon varësi. Varësi shprej dikush në substanca narkotike. Tjera, po ma trona. Po, ajo është shumë ma keq. A vinë edhe këta se pinë alkoholin? Po, vinë edhe klientë cilët përdorin substanca narkotike, po. Dhe thonë, vinë shumë, ju kemi ndihmu shumë, nga gjitha trojë dhe shqiptarisë. Po. Nga Maqedonia, nga Shqipëria. Besoni se jo, kemi shumë raste cilat me 2-3 seanca janë largu nga varësia e drograve. Mandej lojrat bigjozit, lojrat e fatit, edhe jo krijon varësi. Kumor, aparate, ku i lojnë gjithë për shembull pasunin, brenda natës, dhe binë një farë depresioni, po prapë vazhdojnë të lujnë. Edhe ato i kemi largu, do me thonë varësia nga bigjozi. Krijohet një varësi, ne me seanca, me hipnoterapi, bioterapi dhe psikoterapi, ne i kemi largu ato. Kështu që në momentin që është aparatin që e sheh, aparatin, apo letrat, apo diçka tillë, automatikisht ndihet keq dhe e kthen. Kthen kryq tjetër në. Po. Largohet nga shoqëria keqe, po. As halma kumlla, as dardha, as molla. Ju gërditën pi aparatit. Krejt bash. Në për diasporë, çu shpëkaloni se edhe ne keni nis në për diasporë? Po, mirë. Shkojmë në diasporë, kemi shumë raste që na ftojnë atje, zakonisht ne kalojmë shumë mirë. Mirë, po na çka përjetojmë, sepse dhe atje ka shumë angst, ka shumë stres në punë, ka shumë darje, për shembull, mes çifte edhe ato krijojnë një farë depresioni i cili. Edhe ata lypim një moment diqysh me qetëso veten, edhe ata se dohen. Po, ajo shkon në lloj depresioni i lehtë, mandej shkon gradualisht depresioni i rritë. Po, mandej janë avokat që paguhen, janë kushtet financiare që nuk i ka punë siç i ka pas dhe bën një farë i hub pesimizmi, i hub motivimi, i hub inspirimi. I hub vullneti për gjithçka bre. Po, gjitha këto, kështu që kemi shumë raste, shkojmë atje edhe me javë, për shembull, në seanca, caktojmë termine sepse na gjithë nuk mundemi marr, varësisht. Edhe kthehemi prapë në Kosovë. Kemi raste në Shqipëri, shkojmë, kemi domethënë në Tiranë. Në diasporë zakonisht ka kryesisht ka shumë raste. Në këtë moment, sot bile është zotëria Adem Kolgeci ka shkuar atje. Po, se vaj, na ka mungu sonte, ata na pas musafir. Cilin e përshëndesim shumë. Edhe na e përshëndesim shumë. Ajo është edhe para psikologa? Para psikolog, po. Edhe bashkë kemi pas seanca sot atje, sot për një javë ditë rresht, radhazi. E ke qenë një përfaqësues atje, një përfaqësues ka. E vërtet është. Që sa jakni nis bashkëpunimit, koalicionit me Ademin? Bashkëpunimin, koalicion me Ademin. A ka rastisht? Jo, baba im ka qenë shok me Adem Kolgecin. Baba im është marrë me këtë hipnoterapin, bioterapin dhe ka trajtu shumë klientë ndryshëm dhe janë taku me Ademin dikun 30 vite më parë, 40 vite ndoshta. Unë si fëmijë një Ademin ka në shtëpinë tonë, ne kemi shku tek ai dhe kemi fillu. Pas vdekjes babait tim, ne kemi vazhduar edhe rrugtimin tonë përbashkët, sepse shkëmbejmë mendime. Këto mendime zakonisht ne kur shkëmbejmë mendime e kemi më të lehtë, se kryesisht kur merremi me klient, ne marrim energjinë e tyre, domethënë problemet e tyre ngarkohen. Dhe na duhet diku mu shkarku. Është një farë trekonshi quhet. Unë Adem Kolgeci dhe Dafina atje, e krijojmë një farë trekonshi, të cilët shqyrtojmë edhe bisedojmë rreth probleme si me të kalu ky klient këtë problem. Dhe e largojmë këtë pjesë. Kështu që me Adem Kolgecin kryesisht jemi të pandashëm. Dhe po ka shumë efekt trajtimi që bëjmë na, sepse hipnoterapia ndikon direkt në kokën, po direkt. Ka raste që i kanë lënë edhe terapit, që kanë marrë te psikiatra, 12 terapia kemi shumë raste. 12 terapia i ka pas, ka fillu i ka lënë 6 konsult me psikiatër, kuptohet. Mirë po edhe me teknik, kur ka ardhur me trajtime, me seanca. Domethënë kjo është një farë suksesi që ne mburremi. Kemi shumë raste që kemi shpëtuar edhe jetë. Po, shumë raste, shumë. Kemi një rast për shembull në Holandë, ka dashur me varr veten në park, më ka thirrë mua, thotë i fundit tjetër që po të thras, kom bisedu, gradualisht sot është gjallë. Rasti tjetër ka qenë në Suedi, ku ka dashur me kthyer nga 6 i kat, janë ndije armat e ndihmës shpejt. Kemi bisedu, më ka thirrë mua në telefon, domethënë ne krijojmë një vetbesim
te klient. Ata e marrin një besim tek ne. Kështu që ne kemi raportet, momenti që thrasin, e dim që çfarë gjendje është, bisedojmë me ta, vinë në trajtime, në seanca, dhe sot jam perfekt mirë. Kemi shumë raste, që tash s'po i përmendi. Ka shumë raste. A kina i faqë si metode për me zgjedh presidentin mos me shku në zgjedhje heqna? Po kemi Se metoda. e ka lodh këtë popull, bashkë. A për të iluzioni, apo na demonstron edhe diçka? Unë demonstroj prap është me shpat, është e vrarësht. Ha? Është e vrarësht. Me le të dim publiki që është shumë e vrarësht, ndalohet për fëmijë të vegjël ndër moshën 18 vjeçare më po. Unë dëshirë sfata këta me tregu, mirë po më pyte, pasi jem të te, unë e zhvillova me dëshirë, që ne kryesisht frigat i mujnë frikën duhet me mujtë. Po. Dhe ne e mujnë frikën. Unë e kam e veti prap një shpat, e cila është shumë e madhe, është shumë e madhe se kja. Shkënderbeu. Dhe krasimi kjo me këta është bukur i madh. Apo kësi forme. Da më thonë shumë është maj madh. Mirë po me përdor këtë shpat, mu më duhet më qunë kom. A ne? Qunë kom? A mirë kështu? Mos po me ndonë që futet në branda, ba Casali. Ha? Mos me ndonë që futet branda, diçka. E që ta këshyri? A, tash unë tregoj. Edhe ju demonstroj, qatë ju shliro. A shliro qëtë? Ama tregoj. Ama i tramesh për të djallë. I gitar. A këshyri e kona i se që? Shër, mos ka ndo një pullë, se kryesisht nuk besojnë. Jo, largo krejt, qashtu largo, edhe ta që mëntohë? E që mëntohë, Jo, ama ta që mëntohë. Hajde, që po përrejna. E bash. Po. Edhe këtë pjesën këtu. Që ne e tregojmë që s'ka diçka që futet branda. Kushan? A, unë. Po. Kështu që nuk ka ndo një pullë. Jo. Hajde e montojna. E montojna, tash vjen kjo pjesa tjetër. Vishte. Po. Që kja që shtë. 13 s'ma për unë i beka. 13 se Se për unë i hajtë me dorë, pi graj. Graj me dorë. Qashtu. Tash me qëton, a do të mu qunë kom? Unë më duhet mu qunë kom, sepse ullën nuk moj. E unë a do të mu qunë kom? Jo, s'ki nevoj të vetëm... Ani, napi përshëndetum, edhe ata që shikust, po. Edhe me këto e mbyllëm emisionin. Në regull. Edhe unë i përshëndet gjithë shikust, shpesoj që ju kemi dhonë diçka në njohuri rrët depresionit të ankrit, mirë po ju lusë fëmijët, nëse shojnë këto mos se përdolin në përshpia se është shumë e rrezikshme. Na i përshëndetu mi lirë. Famderit shumë që anë e orë me në nderuam në respektu. Shumë famderit edhe nga jo. Shikus të nderuar mirë mbe që shimi javën e ashme. E shikojmë Ilir Idrizin tash në kom që ka me ka. Ferizin më Idrizin që ka më ka tek? Nuk e di. Diçka të kumbo. A, përshe? S'pe një vetën mirë. Qevish ta qëtë në dëzen? E qita në dëzen, vetëm. Si në pandemi po ma kujtën ku bashëm kësi. Bash. Mu më duhet mu qu, unë gjithë shikus prapi përshëndeti dhe shpesoj që kënë kalu mirë sa do pak kanë marrë në një njëri. No qena i gjithashtu dhe dhonë. Hajde. Okej.